si binde telefoni një miku im vazhdimisht, u jemi rikthyer, binde vazhdimisht për të ftuar për drek, pa i më çoj mua në një vend në një aty të bloku që vjen han këto që rinë si të dobësuar, kosushi, aty dinin dhe minj dhe drejt dhe vjedhën në ngritë njërë, se erdi njëri në si shmi qeverisë, baton, erdi një në ministret që mbanë në kështu djetë dhe në thanë qoni nga këj vend, këtu e gjitha. Kur në botë nuk mund të shkel. Dhe e kisha bërë me fjallë që të thosha këtë, për shkak të lokaleve që ngatroj me gjithë. Jo anti-reklam, po tani, jemi rikthyer, si kundër e dini, nesër, opozita do të ripushtoj sheshin dhe e zëtuar për rëzimin e Edi Ramës. Jemi të njëjtit personazhe, të njëjtit kolegë, por më mirë të ndjekim pak se çfarë thotë Edi Rama dhe pastaj... Edi Rama? Më falë. Sali Berisha. Se Edi Rama tha në emision e kaluar. Sali Berisha, se në ngatroj të restorant. Doktor Sali Berisha. Sigurisht që sot opozitarët janë të lodhur dhe këtë s'mund ta mohoj njëri. Janë edhe të raskapitur nga mospasja, nga dëshpërimi, nga një sëri faktorësh. Kanë vujtur, kanë sakrifikuar, janë keqtrajtuar në shkallë ekstreme. Megjithatë, sot ne jemi absolutisht në kilometrin e fundit. Jemi në kilometrin e fundit rrugësor. 10 shkurti është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Ju garantoj se Europa dhe çdo shqiptar pret mesazhin ton me 10 shkurt. Ai është mesazhi i gjitha mesazheve. Pra e ndoj që të ndërër të shikues, kilometri fundit, ka disa kohë që dëgjojmë të kilometri fundit e gjitha të tjerat. Tani lidhje direkte ju thash shefi i organizimit, deputeti i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A je mirë? Se nesër... Mirë shumë. Pa në studio janë të njëjtit kolegë, si që thashë, Klevis tani opozita do të mbaj protestën nesër, si që shlenë. Berisha ka parajmëruar që tani 20 kilometri fundit drejtën e Ramës dhe ardhjes së PD-s në pushtet. Çfarë do të ndodhë nesër, ti je shefi i organizimit, njëri i rëndësishëm i kësaj partie, dhe çfarë është ky kilometri i fundit, na thuash pak fjalë, por dhe ç'do ndodh nesër konkretisht? Po fillimisht kjo është një protestë që është në vazhdimsi të një aksioni, siç e dini ju, të nisur tani më, si rrjedhoje gjithë llumit të qeverisë që ka dalë, më së fundmi, pavarësisht se opozita ka vite që i denoncon aferat, tani më janë bërë ato afera publike dhe janë faktuar publikisht. Si rrjedhoj në çdo vend botës, do të ishte normale që të kishte dorëheqje nga qeveria, ngritja e një qeverie teknike që do të garantonte zgjedhje të lira dhe ndershme. Në një shtet anormal si ky ku jemi ne, ku kryeministri është kapur në vjedhje dhe për të mbrojtur kokën e vet është gati të bëj kurban gjithë Shqipërinë, atëherë është e detyruar opozita dhe mbar shoqëria të ndërmarrë hapat e nevojshme për të detyruar në një formë apo tjetër rikthimin në normalitet dhe stabilitet të vendit. Sepse aktualisht ne jemi një vend jo në stabilitet, as politik, as ekonomik. Dhe protesta që vjen ditën e nesërme është një protestë që vjen në vazhdimsi të këtij aksioni dhe nuk ka diskutim që çdo ditë që qeveria e vonon zërin e arsyes, që vonon të dali përpara përgjegjësive që ajo ka, për vjedhjet, për varfërinë e vendit, pa diskutim që aksioni i opozitës do të vijë duke u përshkallëzuar. Dhe nesër ai aksion do të jetë i përshkallëzuar në bazë të përgjigjes që ka sjellur vetë qeveria, që është ne nuk pyesim as për ligj, as për drejtësi, duhet të mbrojmë lubin që mos na ikë Edi Rama. Madje është bërë gati qeveria që të bëj kurban edhe Shqipërinë dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse është e qartë që ka një vendim në BE, madje kam thënë 2 javë më parë që janë në diskutim veçanti i vende si Gjermania e Hollanda dhe disa vende të tjera në lidhje me ngrirjen e diskutimeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për sa kohë qeveria shqiptare nuk i përgjigjet ligjit dhe drejtësisë.
Në këtë aspekt mendoj që është një detyrë e gjithë secilit prej nesh që të bëjmë detyrën tonë ditën e nesërme për të marrë pjesë në këtë protestë, e cila pavarësisht atyre çfarë mund thuhet nëpër emisione të ndryshme, kjo protestë ka arritur, ky aksion ka arritur disa qëllime, ka ardhur duke u ngritur, ka ngritur frymën e qytetarëve. Besoj dhe ju bini dakord që nga protesta e parë tek protesta e dytë ka një rritje jo vetëm të numrit të njerëzve, por dhe të aksionit të opozitës. Tani, çfarë do të jetë, okej, jemi okej me atë, domethënë protesta e fundit ishte krejt ndryshe nga protesta më përpara. Por kemi dëgjuar që BZ-ja do të ngrehet çadër dhe nuk lëviz nga bulevardi. Ti je, si thash, një rëndësishme aty dhe duhet na shpjegosh, është e vërtet kjo apo jo? Se duket se ka një diskutim është bërë një herë, kupton? Çadra, kur flasim për çadër, nuk nën kuptojmë çadrën e 2017-s. Çadra e Lulit. Është diskutuar ka pasur disa propozime. Edhe Rama ka bërë, po Luli ka bërë i pari. Ka pasur disa diskutime në forumet të ndryshme të opozitës, përkatësisht në Këshillin Kombëtar, po edhe në grup parlamentar dhe në kryesi të Partisë Demokratike, për një qëndresë të gjatë në bulevard, e cila për hir të vërtetës ka marrë mbështetje edhe nga opinioni publik dhe ka pasur pëlqyeshmëri edhe brenda strukturave të partisë, ndaj është një opsion i cili nuk mund të anashkalohet. Por thash, aksioni i opozitës do vi duke u përshkallëzuar dhe ndaj nuk mund të përjashtohet as qëndrimi në bulevard, dhe as një opsion tjetër qoftë edhe brenda parlamentit. Pra, në të gjitha rastet opozita nuk përjashton as një opsion deri në arritjen e asaj që ne e quajmë sukses dhe këtu kërkojmë mirëkuptimin tuaj, kur ne flasim për sukses, nuk nënkuptojmë thjesht të ikë një qeveri që të vi një qeveri tjetër. Ne nënkuptojmë garancinë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, pra qeverinë teknike që të rrijë një farë kohë, kjo qeveri që të ketë mundësinë për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme. Se qartazi një qeveri që vetëm Gysa Gazi kishte 3 milion euro shishe vere, pa patur asnjë funksion publik dhe është bërë si ai Jeffrey Epstein që ka regjistruar gjithë ministrat e ministrat. 3 milion euro i kishte vetëm shishe vere. Jeffrey Epstein i PS-s është ky, që i ka regjistruar të gjithë këta tek zyra vet me ministre, me ministra. Tani një qeveri e tillë e kapur në këto afera është e qartë që s'garanton dot zgjedhje. Ndaj ne kërkojmë një qeveri teknike mbas të bëhet me aleatët ose qeveri tranzitore, quajeni si doni, që të ketë kohën e duhur, e nevojshme, për të garantuar një proces korrekt, të lirë dhe të ndershëm dhe pastaj qytetarët të votojnë programin që ata. Tani para se të ndryjmë kolegët, zoti Balliu, ta zëm se u ngritën çadra nesër për shemb. Bashën e nxori Rama, edhe mendimin e ndërkombëtarëve, u futën ndërkombëtarët dhe di se duhet parë dhe ndoshta ndonjë rrugë që si do dilet nga aty, se duhet vi një moment që të dilet nga çadra se mbetesh aty, por Rama nuk ka më nerva tani, që të merret medaljet e kështu. Ase çan fare si thua. Apo jo, Rama e çan shumë sepse është në pikë të hallit, po mos ta çante. Nuk merresh sot gjithë ditën në debat me Këshillin e Europës për të justifikuar akte të cilat nuk ekzistojnë në asnjë vend të botës. Siç është fakti që unë nuk jap një zëvendës kryeministra dhe ministre të cila është kapur në flagrancë duke vjedhur. Dhe vazhdon pavarësisht kërkesës që bën gjykata, që bën drejtësia për arrestimin e saj, ai vazhdon të mohojë një të drejtë të cilën ja ka rezervuar çdo aleatit vetin. Përfshi këtu Benametajn, përfshi Beqen apo Tahirin e të gjithë të tjerët. Kurse në rastin e zonjës është ndryshe sepse përgjegjësi nuk është zonja. Përgjegjësi është Rama. Zoti Për mua shumë njerëz e din fare mirë se çmendimi kam unë për Belinda Ballukun, por në rastin konkret nuk është Belinda. Është i bishëm qaf kot. Aty është Rama, ai nuk mbron Belindën, dhe ata që thonë që po mbron Belindën bën gabim. Ai po mbron veten e vet, se për Belindën e fut në burg nesër. Kryetari i opozitës, zoti Berisha, thotë ka bërë shumë të qartë kërkesën për qeveri teknike dhe të gjithë e thonë tani këtë gjë. Kjo do arrihet me këtë mënyrën të daljes të sheshi, apo si është si strategji? Kemi në një detaj më shumë...
Ne nuk përjashtojmë asnjë formë, zoti Rakipi, në lidhje me aksionin tonë opozitar. Thash, siç ka ardhur duke u rritur aksioni në 2 protestat e fundit, do vi duke u rritur në çdo javë apo muaj apo ditë që do të ketë protestë opozita. Ajo që me të drejtë ju nënvizoni kilometri i fundit, nënkupton që për ne nuk ka se si të ketë më kthim pas, sepse nuk mundet të imagjinohet të jetosh në një vend ku edhe këto afera të Gysa-Gasit që kanë dalur në shesh dhe kur ka dalë gjithë qeveria në shesh dhe gjithë llumin që në shesh, ç'kuptim do të kishte nëse kjo qeveri kalon dhe këto afera dhe këto vjedhje dhe gjithçka tjetër, ç'kuptim do kishte nesër qoftë edhe për ju si gazetar, qoftë edhe për ne si opozitar të bënim dhe një denoncim tjetër. Çfarë vlere do të kishte? Ku ka denoncim më të rëndë se ai i Agasit dhe i Akshit? Nuk ekziston. Nuk kanë vend botës edhe film ta bësh nuk e bën dot. Ne nënkuptojmë, urdhro? Jo, po i them të ftuarve që të pyesni çfarë ju doni ta pyesni zotin Balliu. Nuk vetëm pyetje kam. Po. A fillon nesër kjo rezistenca pa ndërprerje apo do shtyhet? Do të jenë gati, jo, nuk është në datë. Është që kur demokratët bëjnë gati, t'jenë... Do në fillon nesër kjo rezistenca pa ndërprerje në bulevard ose në parlament ose... Jo. Ajo është një gjë që po diskutohet dhe patjetër organizimi një qendrese afat gjatë kërkon një organizim krejt tjetër nga ai që ne po bëjmë sot, në kuptimin e pjesëmarrjes së njerëzve. Qendrimi afat gjatë funksionon ndryshe, merren masa të tjera, siç tha dhe zoti Rakipi që përmend çadrën apo diçka të ngjashme si çadra. Pra, ajo çfarë ne kemi thënë është që ne nuk përjashtojmë asnjë masë. Por gjithsesi për një gjë të jeni të sigurt, dhe nuk është se kemi në një opsion për kthim. Ne opsionet tona të gjitha janë për avancim të kësaj agende. Kthim të kësaj opozite në diskutime apo në çdo lloj çështje tjetër nuk do të ketë pa garantuar një qeveri teknike. Dhe kjo është tani se çfarë do duhet të bëjmë ne dhe se sa do duhet çfarë masash duhet të marrim ne, ato do t'i rezervohen kohës. Unë ditë them vetëm këtë që suksesi i këtij aksioni është vetëm pranimi i qeverisë teknike. Çdo ditë që ajo qeveri nuk bëhet është dështim. Qoftë edhe dje, qoftë edhe sot, për sa kohë ne nuk kemi arritur qeverinë teknike, atëherë ajo është dështim, po unë kur them dështim nuk nënkuptoj dështimi një partie politike, nënkuptoj dështimi të gjithëve ne. Se nuk mendoj që vjedhjet dhe abuzimet e tyre janë problemi i Partisë Demokratike, janë problemi të gjithëve, edhe si qytetar, edhe si opozitar, edhe si gazetar, edhe si artist, si shoqëri. Vjedhja është problem për gjithë, nuk është problem politik. Është problem në shoqëri, është problem kombëtar. Aq më tepër që jemi një vend që 1.4 milion banor na kanë ikur pikërisht nga këto vjedhje. Pra nesër do kemi protestë propagandës si thotë qeveria që kanë ikur nga gëzimi. Nesër do kemi një protestë ngjashme me datën 24 janar. Dhe nga besoj avash nga marsi do shkojmë tek kjo rezistenca e preshme, tek Në protesta e ditës nesërme është jetike njerëz sepse duke marrë parasysh edhe çështjet e fundit që kanë dalë në publik. Unë mund t'ju them që vjedhja dhe kartelet janë tani më një problem jo vetëm në Shqipëri, unë sa kthehem nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aferat korruptive dhe lidhjet kriminale të kësaj qeverie janë të njohura deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë aspekt, unë pres që shumë shpejt do të ketë zhvillime. Në gjithsesi, kam qenë dhe mbetem i bindur që zgjidhjet e problemeve tona nuk do mund të vinë kurrë nga jashtë, por do duhet t'i sjellim ne. Por ne kemi mbështetjen e mendoj sot opinionit publik dhe opinionit ndërkombëtar. Kemi? Lëviz. Nëse merrim me fjalët që përdorim ose që përdorim para protestës, zakonisht janë 4-5 kryesore që thuhet kjo protestë është jetike, kjo protestë ka kilometre në fundit, fundi i kësaj qeverie, kjo është e keqja më e madhe,
e tjera tjera. Janë fjalë dhe fjali që i përdoni si parulla. Por kur parullat ose fjalit e tilla e dojnë një veprim, pastaj një bindje për të tjere që nuk shkojnë protest, por e shikojnë protestën, dhe ajo që mu më intereson është kur do përfundojnë fjalet jetike, kilometri fundit, e tjera, dhe pse duke i përdorë këto fjalë, kërkoni edhe qeverin teknike, por nuk kërkoni një frymzim, bindje të atyre që dëshirojnë të ecin qafe këtë qeveri. E kam problem me këtë, për arsye se shumë tok fjalësh nuk po sjellin asnjë fjalor të ri. Dhe kretë në fund, qeveria Berisha e 2005-ës, në 2004-ës, në fillim 2005-ës, e ka pas një model të njerëzve që e ka quajtur qeveria në hije, që ka qenë një perspektivë pse duhet ju të vinin pushtet dhe kush janë ata që do ta marrin pushtetin. Këto gjëra që ju mungojnë në sqarimin tuaj, njerëzit e kanë vështirë të besojnë që ju e keni seriozisht. Nuk jeni ma ajo qeverie duarve të pastra 2004-ës. Për arsye se rrëfimi mbranda këtë konceptit politik është se atë që kërkoni me duar të pastra, ju një pjesë e juj e Partisë Demokratike i keni duar bashkë me të Partia Socialiste duke kërkuar të ndera dhe duke kërkuar marrëdhënie të cilat janë për te opozitarizmit. Këto gjëra duhet t'ja sqaroni publikut në Klevis. Janë gjëra të cilat nuk shërohen let. As nuk shërohen me fjalimet të cilat janë shumë poetike ndonjëherë dhe të cilat nuk shkojnë me atmosferën e cila është në Shqipëri. Dhe këtë ky mlefit cili është të një pjesë e popullatës, ajo është i madh. Nuk reflekton në protest. Diçka nuk është në rregull këtu. Klevis, diçka nuk po shkon. Nuk po e pyetni vetin cila është e vërteta që njerëzit në Shqipëri e kërkojnë që ju të vini pushtet. Dhe këtë vërtet nuk po e thoni, se ka një defekt brenda këtij organizimi. Nuk është e mundur gjithë këto aferat të cilat janë e ju mos keni sukses. Nuk është e mundur në politik. Nuk është e mundur në moral. Nuk është e mundur në rrugën opozitare dhe një pushtet i cili është me kaq kohëzgjatje në jetën politike. Diçka nuk është në rregull, Klevis. Unë ju falenderoj se ngritët 3 pika që janë shumë të rëndësishme. E para, as në Shqipëri dhe as në gjithë Europën përveç një vendi në botë, nuk ka qeveri hije. Vetëm në Anglia e ka dhe nuk e kanë të dyja partitë, e ka vetëm Partia Konservatore. Ka qenë 2005. Të gjithë vendet e Europës, ka qenë 2005 Partia Demokratike ka pas. Ka qenë kopja që është shpikur dhe nga kopja vetëm 2 persona kanë qenë ministra. Të tjerët kanë qenë jashtë kopit. Nuk ekziston qeveria në hije si koncept në gjithë Europën, thash vetëm në Angli. Së dyti, për sa i përket fjalorit që nuk është i ri. Fjalori është vërtet. Klevis, se këtu duhet të marr pak me radhë se jam të kështu. Te kjo pikë ndalim debat. Por të bindur njerëzit. Jo priti marr këto dhe pastaj kthehemi. Jo, ndalu këtu. Ndalo dhe pastaj vazhdo në dy tjera. Vazhdo ti pastaj. Unë e kam shumë më rëndësi. Fakti që njerëzit mendojnë që një strukturë jo meritokratike do të jetë prapë në qeveri. Njerëz të cilët janë të konjunkturë të Partisë Demokratike. Pra arsye se vetëm në zgjedhjet e kaluara primare, njerëzit të cilët kanë fituar nuk e kanë marrë vendin e duhur në procesin zgjedhor. Dhe ky skepticizëm që është, e kërkon një hap të ujnë. Po, shumë vende nuk e kanë qeverinë e hije për një ka asnjë. Jo, po mirë, nuk e ka asnjë. Përveç Anglisë. Dhe në Angli e ka vetëm Partia Konservatore. Mirë, dhe nuk e ka një qeverinë në hije për një arsye tjetër. Për arsye se njerëzit nuk hynë në betejë, është psikologjike kjo, nëse nuk e din vendin e vetë në një strukturë të re qeverise. Por, ju nuk do të bëni një konjunkturën. Ju do të bëni popullin dhe shqiptarët
pse qeverirje në hije është e rëndësishme. Edhe ju du të tikni nga beteja konjunkturës, du të shkoni përtej, juve konjunktura nuk ju duhet. Tash mund vërë. Jo thjesht pyetje që jo thjesht që se baza e keq kuptova unë. Do të thonë, e gjithë bota që nuk e ka qeverin në hije, kërkon që të kapi konjunkturën e vet. Se ka gjithë bota këtë punë. Nuk funksionon kjo logjik. Po konjunktura pikërisht sepse çështja nuk është pikërisht se çështja nuk është për interesat të një partie, nuk mund të dalësh qeveri hije mbas meritokracisë vetëm brenda partisë tënde. Ne këtu po flasim për një betejë kombëtare, e cila ka nevojë për një bashkim të gjerë, qoftë me segmente të ndryshme të shoqërisë. Nuk mendoj që do të ishte korrekte që të vija sot dhe toja ne jemi këto 7 ministra që do Partia Demokratike dhe o me ne o plas. Jo, sa atëherë pasaj kjo po bëhet betejë për interes një partie, ne po flasim për interes kombëtar, paktën diskursi jonë është ky. Së dyti, në lidhje me atë që thatë ju për nuk ka fjalime të reja, nuk ka diskurs të ri. Dhe keni të drejtë, sepse problemi është i vjetër. Ka 13 vjet që problemi është po Edi Rama, vjedhja dhe abuzimi, korrupsioni dhe krimi. Dhe nuk ka fjalë tjetër për krimin përveç se fjalën krim. Kur ka abuzim, është abuzim. Dhe mendoj që kemi qenë të sinqert ku kemi thënë edhe në protestat e kaluara që të protestosh tani më është jetike dhe është një detyrim sepse situata do vi duke u agrevuar dhe koha neve na ka dhënë të drejtë. Sepse çdo vit që ka kaluar situata është bërë më keq. Mjafton të shikosh degradimin më të fundit të vendit ku segmentet e sigurisë kombëtare si drejtoria e krimit kibernetik dhe Akshi kanë qenë në dorë të kartelit Çopja dhe të Suel Çelës. Kjo është degradimi final kur siguria kombëtare bie në dorë të krimit organizuar. Në lidhje me atë që thatë ju përgjegjësit për qeveritë e kaluara e të tjera, po të shikoni në studio televizive, edhe këtu në emisionin tuaj dhe shumë emisione të tjera, të gjithë ato që ju i shikoni si zyrtar të lartë Partisë Demokratike, asnjë prej tyre s'ka qenë ministër, me përjashtim të zotit Noka që në 8 vite apo 16 vite të pushtetit Partisë Demokratike ka qenë 9 muaj të fundit të 2013-s ministër. Pra, nuk ka një të vjetër këtu në këtë aspekt. Dhe për sa i përket pastërtisë atyre figurave, me të drejtë ju ngreni pyetja a kanë garanci, mendoj që kolegët mi të cilët kanë denoncuar pafundësisht afera, qoftë në bashki apo edhe unë, kemi denoncuar pafundësisht afera të tjera, edhe banda dhe të krimit organizuar, me këto denoncime dhe me këto beteja, ne kërkojmë që tregojmë qytetarëve që ne nuk jemi as për pazar dhe nuk jemi as frikë nga denoncimet. Dhe për ta mbyllur për atë që ju ngritët, që unë e shikoj me shumë shqetësim, në qoftë se ju mendoni dhe dini që ka njerëz që kanë të Partisë Demokratike, zyrtar të Partisë Demokratike dhe që bëkan afera me Partinë Socialiste, ju lutem mi tregoni dhe unë i pari do të kërkoj përjashtimin urgjent të tyre sepse ne e kemi dhe në statut. Nuk kemi ne absolutisht asnjë mbyllje syri. Kush forkohet për interesa personale me Klevis ka shumë, nuk je ti Klevis, po ka shumë. Po nuk është debati për këtë sot. Kush janë? Zoti Rakipi, se thuhen gjëra në emisionet dhe ngelin, tek opozita ka të shitur, po kur nuk dëgjoj që thuhet kush është ky i shituri. Nuk ka një emër për këtë. Se është njësoj se thua ka gazetar që vrasin. Nuk është momenti. Kush? Mirë, do flasim. Do kemi emision tjetër, unë do të thres për këtë. Tani, mos i ikim nga momenti. Tani, okej, unë të falenderoj shumë për pjesëmarrjen në emision në urime nesër për protestën. Faleminderit ju për ftesën. Të thresim në studio dhe me kënaqësi. Faleminderit, ne do të kemi 2-3 pyetje me kolegët këtu dhe do përfundojmë. Natën e mirë bashkë. Natën e mirë, faleminderit. Atëherë, çfarë duhet të presim nga protesta nesër? Në radhë nga dy pak fjali. Se do të kemi dhe një gjithë rëndësishme pas kësaj, pas 2-3 pyetjeve që kam unë. Do kemi një manifestim të ngjashëm pak a shumë me datën 24. Më shumë në të protesta testohet policia dhe magjoranta se sa opozita. Pra në qëse në datën 24 pati një gjithë re, ishe kjo, që policia u sol në mënyrë jo proporcionale me protestusit, i goditi, i sulmoj... Mori dhe fëminë. Mori dhe të, që tregoj një, po themi, një munges sigurie nga qeveria
për shkak të protestës, se sa për opozitën e cila bëri të njëjtën gjë. Në fund protestës hodhi ato flakadanët, molotovët në kryeministri, shkoi në parlamenti e tjera, mundohet ta shtrinte protestën në gjithë qytetin, por ishte e njëjta skem. Ajo që na bëri në përshtypje nga protesta që shkoi ishte reagimi i policisë, reagimi i palës tjetër pra. Kështu që edhe nesër të shikojmë më shumë, do testojmë reagimin e policisë dhe të palës qeveritare se sa për palën e opozitës. Opozita dihet, siç na tha, se prandaj e pyeta Klevishi, do dalin, do bëjnë ato fjalimet, do edhe në flakatan. Në ritual, thua ti. Në ritual, i cili do mundohet të ndez njerëzit, të thras njerëz, të largojnë frikën, që të dalin në rreth tjetër më shumë. Për mua është një ushtrim i radhës, në kuptimin që protesta e dytë sigurisht ishte më e madhe se ajo e dhjetorit, me më shumë numra, dhe pati një reagim shproporcional të policisë në raport me demonstruesit. Kështu që duhet parë nesër se sa do të jetë realisht numri atyre që do vinë në protest, sepse ky është një tregues i rëndësishëm për Partinë Demokratike. Keni parasysh që vazhdon ai rituali protestave të thënës edhe të sotshmet, me një numër të kufizuar njerëzish para kryeministrisë, si ato të dikushmet para bashkisë, por pjesëmarrja nesër do jetë një element i rëndësishëm. Për më tepër që dy protestat e fundit kanë prodhuar lajme në arenën ndërkombëtare, e dyta më tepër edhe për shkak të flakadanëve që u hodhën, të molotovëve që u hodhën ndaj kryeministrisë, të mënyrës se si reagoi policia, të gazit lotësjellës, dhe ndoshta mund të përsëritet një skena dhe nesër, që përsërit bëhet lajm ndërkombëtar, se ndoshta edhe kjo është një mënyrë sipas Partisë Demokratike për të bërë të njohur institucioneve ndërkombëtare se për çfarë po dalin po protestojnë. Zoti mentor se sikur po rinë aktiv në këtë pjesë. Shiko, që mendoj unë, ka një vi konstante në qëndrimin e opozitës, që është problematizimi i imazhit të Shqipërisë, problematizimi ndërkombëtar i imazhit të Shqipërisë. Dhe kjo lidhet nga njëra anë me atë intensitetin e protestës, që përmendi edhe me të drejtë Tela, pra prodhimi i lajmit të Shqipërisë si një vend që ka protestat dhunshme, ku digjen institucionet, ku policia vepron në mënyrë ose në tjetër, pra kjo është një lloj konstante e veprimit të opozitar. Dhe ndoshta do testohet një formë e cila në fakt është shumë e testuar. Është testuar me grevën e urisë Ramës, hapi kutit e tjera, është testuar me çadrën e Bashës, që po ashtu çadër ishte, e tentoi dhe Lapaj, megjithëse nuk e lan ta ngritë çadrën. Pra ndoshta do testohet një formë e cila synon ta problematizojë imazhin e një vendi si Shqipëria që nga njëra anë po i afrohet BE-s dhe nga ana tjetër ka prodhon në mes të kryeqytetit apo kryeministrisë pamje të tilla kaq problematike. Krahas kësaj, opozita po tenton edhe nëpërmjet Berishës, edhe nëpërmjet këtyre që ishin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të artikuloj këtë tezën që ky është një narkoshtet. Kjo është në Këshillit të Evropës se bëri Berisha. Kjo është një tezë që nuk qëndron dhe është shkatërrimtare për imazhin e opozitës në fakt, jo për imazhin e vendit, sepse bashkësia ndërkombëtare, përse perëndimore di fare mirë se sa drogë qarkullon këtu, se çfarë peshe ka krimi shqiptar në atë gjeografinë e kriminalëve. Po flisja me një regjisor shqiptar amerikan, i cili ka bërë një film për mafien shqiptare, ka folur me një përfaqësues të FBI tani, i cili thoshte në Amerikën Latine krimi më i rëndësishëm edhe si narkotrafik është krimi i vendeve të ish Jugosllavisë, krimi krijuar nga dizintegrimi i ish Jugosllavisë. Pra krimi serb, bashkëpunim me atë kroat, bashkëpunim me atë kosovar, bashkëpunim me atë bosnjak. Pra ai është një krim dhe ende dhe nuk mund të quhet Shqipëria narkoshtet, por Berisha insiston në këto dy direktiva, pra për ta problematizuar Shqipërinë, imazhin e Shqipërisë si një vend i cili ka protesta të dhunshme, apo si një vend ku qeveria është e lidhur me krimin dhe narkokrim, sepse synon të rezonoj me atë pjesë të bashkësisë ndërkombëtare, qoftë në Amerikë, qoftë në Bashkimin Evropian, që është e pakënaqur me Ramën, që ka segmente në të djathtën
evropiane, ta zëmë djathën gjermane, po supozojmë që është pushtet që duan të harxojnë Ramën. Pra ai thot, shikoni se kë vend doni të fusni në BE, një vend i cili ka protesta dhunshme si këto që do të shihen me çadra, pa çadra, apo me flakëdam, dhe që ka përfshirje të këtyre të trafikantëve në qeverisje, dhe pra kjo është me fjalë qëllimi i dëshiruar i opozitës. Duhet mirë kuptuar kërkesa për të rrëzuar qeverinë është legjitime, se është një qeveri që është pas 4 mandate, që ka skandale tilla kaq të mëdha, po është si tush duhet kuptuar edhe ky frustrim i opozitës që është afër një tavolinë të mundshme të pushtetit, do të thonë që mund ta marrë qeverinë është kaq afër dhe nuk arrin dot ta kap. Me kaq shumë skandale nuk arrin të harxojë dot qeverinë. Kështu që mendoj kjo është çfarë pritet ndodhi nesër, tentativë për ta problematizuar imazhin e kryeqytetit shqiptar, si një vend i cili prodhon dhunë, ka dhunë dhe mban krye një kryeministër që ka kaq shumë skandale. Zoti Ergjo. Mendoj që ekziston një gjeneratë e re shoqërore, Jo, zë që thotë doktori apo ja. e cila Gjenerata Z. nuk e kupton demonstratën e Partisë Demokratike. Dhe e vërteta në fjalor dhe në rrëfim të Partisë Demokratike nuk korrespondon ose nuk ka prekje me gjeneratën sociale të re. Dhe do të gjetë një model tjetër, jo berishian të protestës. Për arsye se Molotovi më nuk është arsye. Tirancit nuk votojnë kur ose nuk i bashkangjiten në protestës me Molotov, asnjëherë. Nëse ju kujtohet 21 janari, edhe pse kanë qenë 4 të vdekur, Tirana ka votu kundër Edi Ramës. Ose ka votu, e ka bo barabart votimin mes Lulbashës dhe Edi Ramës. Nuk e dojnë protestën, për arsye se e kanë punën, biznesin. Vendet tjera edhe bëjnë edhe më Jo, tash. tash po vendet tjera e bëjnë, por e bëjnë ndryshe. E gjejnë një vend caktuar kur s'ja u pengon jetën. E gjejnë një vend caktuar kur e tregojmë Si e protestë. bëjnë Beograd, Apo në Athinë. Apo në Athinë. Po si opozita në ku e fakt. gjejnë vendin? Jo, po flasim për një model, si që bëhet në Athinë, i cili është sindikalist. Nuk është partjak. Po, Nuk është një model këtë tjetër, i paknacive që lind dhe buron nga populli. Te na nuk po buron në ende nga populli. Kjo është problemi. Dhe këtu duhet me gjetë gjenezën. A është mosbesimi të Berisha, që njerëzit nuk dalin, të një forcë të re politike e cila nuk po e lënë që të dalin të dy partitë mëdha, apo është një kod të cilin Partia Demokratike nuk po gjen të klasa e re politike. Kodi, unë menoj që kodi. Cila është protesta duhet me qenë që shtuat happening, një lloj kënaqësie, nuk u zënë me qenë e tillë që me i vu njerëzit në rrezik, ose fëmijët në rrezik. Çdo prind, kur ka Molotove, ka një frikë për fëmijën e vet. Dhe nuk e don pa kënaqësinë deri në atë pikë kur i rrezikohet jeta, për arsye se Shqipëria nuk është në vend në atë krizë politike ku do t'i rrezikohet jeta dikujt për mund rrugë pushteti. Dhe kjo është kodi që i mungon. Unë nuk mendoj që kjo mënyrë është e ngjashme. Për ndërkombëtarët po. Ai do të rezonojë me atë pjesë ndërkombëtarë që do të harxojnë Ramën. Tash por mentore e thanë një gjë që është shumë e rëndësishme. Ndërkombëtarët e dojnë një model të protestës që me të vërtetën që ata e dinë. Por nëse ajo vërtetë e tyre që shprehet, për shembull që në Shqipëri ka korrupsion, ka 4 mandate, ka afera dhe Spaku është ai i cili po vepron mbi një moral të drejtësisë, edhe që po shkon përtej saj duke ndërhyrë edhe në politikë. Me të gjitha këto që po bën Spaku, nuk po e gjen kodin Partia Demokratike, unë mendoj që është një problem serioz te Partia Demokratike. Nuk është te njerëzit edhe te baza sociale në botën shqiptare. Tash që është aty, të bëjmë dakord. Ndryshe do kishte ndodhur ndryshe krejt. S'ka, nuk krahasohet me Greqinë, me Francën, se nuk kemi organizime qytetare. Qartë.
Ne kemi vetëm organizime Jo, desha ti thosha, A pra, jo të... saktë është kjo, saktë është. 2.000 student të shërzuan qeverinë. Tani ky kilometri i fundit, si e po. kupton kilometrin e fundit, si e kupton se cili nga ju tani, që ka thënë doktori. Që kilometri i fundit. Jo, sa metra është kilometri i fundit? është fjalia Marciniki, edhe fytyra jote, hylli, po të regon se jetë cinik. Jo, po unë tani po pyes tani kjo. Kur na ke pyet, përgjigja është Që sa është kilometri? për sa kohë, Si matse, për sa kohë duhet me bë këtë kilometrin. Sa metra është njerëz, Sa kohë duhet ta si bësh. shkojmë? Po kjo e veçanta kësaj radhe se protestat Partia Demokratike historikisht i ka bërë o ditë premte o ditë shtune. Sot është për herë të parë që bëhet ditë martë protestë. kilometri, se mos është kilometr edhe për rënimare, për rënje poshtë, për vonë, ditë mos është martë, kilometr për umner. zakonisht nuk bëjnë protesta. Në debatikut. Unë mendoja që do bënin protestë, pra nga e fundit që bën janar, do bënin 20 shkurt, si ditë që gjithmonë kanë protestuar. Ndoshta mundoj edhe një tjetër. Ndoshta është tjetër 20 shkurt. Tjetër e radhës 20 shkurti. 20 shkurt tjetër thua ti? Po patjetër se s'mund ta lënë 20 shkurtin pa protestë. Këshendor, 20 shkurtin pa S'mund ta protestë. lënë. Se s'mund të vinë ka i dendur njerëzia. Të mund në bëton. Po janë zemëruar Pra, vinë. se a do rrisin ritmin para, se Po janë po thonë do zemëruar thua ti? Zemëruar vinë. Po, është një Po u përpjekje, zemëruan vinë thua ti? është një përpjekje që synon edhe të sintonizohet me ecurinë e hetimet të Spakut, ë? Pra, që qarkullon kjo narrative që Spaku është shumë afër, mund të rrëzoj këtë, mund të rrëzoj atë. Pra, ky është kuptimi edhe kilometrit fundit. Pra, Si ndjeshmëria Spaku ka vënë ndërkombëtare. para të gjithë, më. Ndjeshmëria ndërkombëtare, hetimet e Spakut Spaku nuk ka kapur vetëm këto, më. Ama koncepti. mentor rrëfimi, për shembull, Po, mirë, Ramaduro, që do burgoset, dhe pra, kjo Ramaduro pritjet janë të mëdhaja, edhe ty të ndodhe kundër të asaj, u problem pastaj. Ato çelojnë në organizimit, por Ndoshta edhe popullata jone dokshore. Këtë gjuhën e doktorit e pëlqen. Kush pjesë e mirë e popullatës, ndoshta. Për Nuk e ta zbavitur, të po. shikojmë reagimet. Problemi është që që disa një popullatë jo e vogël që të edhe e duan këtë gjuhën që flet doktori, më. Se mos ju duket çudi se doktori mbash gjallë dhe ta dita ndezësh- bëjë tjetër në. ta ndezësh spiritin e protestës, duhet të kesh gjëra të reja patjetër. Të reja, Gjëra të reja. Neve kemi dhimbjen e madhe dhe problemin e madh të 35 vjeçar të monopolizimit të protestave nga partitë. Këtë se ka as i vend, as i Ballkanit. Ka. As në Ballkan s'ka që ka mobilizuar. Për energjinë elektrike në Prishtinë dolen mira njerëz. Nuk e organizoi asnjë parti politike, bëli partitë politike ishin periferi. Dhe në sa herë bëti protestë organizuar nga i partinë në Shqipëri. Këto protestat civile janë shumë të rrallë, shumë bukura dhe ne i mbajmë mend gjitha dhe të gjitha kanë pasur efekt. Ndoshta s'kan pasur rezultatin e plot, por efekt kanë pasur efekte të Atë rëndësishme. prandaj Florian Binaj është kandidat Po, serioz. kandidat serioz. Proteste studentëve pati hoqi 8 ministra nga qeveria dhe 8 ministra që prisë njëri. Proteste armë kimike. Na ktheu armët kimike, nuk pranuam ata ofertën amerikane. Pra, këto kanë pasur efekt. Ndërsa protestat politike janë protestat të zakonshme të një monopoli të caktuar, që një parti të treq njerëz dhe t'i bëj ata vërtet besojnë duhet të bëj shumë punë. Edhe mbrapa është politika, edhe në Serbi, edhe në Greqi, ende, po ata nuk dalin. Rinë mbrapa. Nuk kanë organizatorë domosdoshmërisht, jo. Mbështetës mund t'jenë, por organizatorë domosdoshmërisht. Doktori, pse nuk deri mbrapa? Thoni ju, apo s'ri do të pa dalë për para. Po se mos u organizuan pra, për para. monopoli, Të rinde mbrapa, më doktori një nga gjithë monopoli, ta, protestë- edhe sigursishte. Dhe po të gjendojë partitë nga monopoli protestës, ndoshta protestat mund të bëhen shumë më të mira, shumë më gjenuine dhe me shumë rezultat. Ylli veç një fjali të fundit që desha. Jo, të fundit fare se kemi dhe ka ndodhur një gjë shumë e tmerrshme. E të mërshme që ndoshta ishtë dashtë me qenë edhe tema e parë sot. Po sepse nuk po s'kishte ndodhur. Ishte Ne kemi nisur kur s'kishte ndodhur. ajo që desha me thënë, cili është projekti Berishist momentalisht, ose i Sali Berishës. Sali Berisha disi nuk po e din që nuk mund të merë pushtetin, por dëshiron të merë Edi Ramën me vete. Dhe kur e ke këtë qëllim, që nuk e dëm pushtetin, Vetëm ka që të marrë dhe Edi Ramën me vete, zoti, ka që? ka që dënaj. Dhe kjo, Dhe duke mbajtur ama, duke kontribuar më shumë që ta ai mbajë. nuk e din. E po e mban dhe të rejtë mendojnë, po e të rejtë, mënyrën se si meret, nuk din mënyrën se si meret të batoni. Duke dashta të reqe Edi Ramën, po e mban pushtet. ai po e mban me të dy duart e tij dhe me figurën e tij. Nëse ka ndonjë aleat në këtë moment në Shqipëri të Edi Ramës, është Sali Berisha, është kontradiktore, është Oksam... Leati mi ma thua ti ishtë... Aleati ma... Ja the dhe flamurit ti dhe në... Është oksimoron. Dhe s'na lagji pa thënë këtu.
Ja tha dhe Flamurit, se ti siqe. Po. Ishe ti? E pash. Ti e ke parë, po a i në sulmoj batonin dhe mua pastaj nuk në rejtë gjithë pa thënë. Këtu, ullur në kraun tim të djathë. Abdullah që ruajti qetësina. Sulmoj edhe pronari tonë. Po e pash. Nuk duhet të shkosh në puni, tha. Nuk duhet të fitosh, të ndëra dhe gjera. Po, Ti do njëherë nisesh me qëllimin më të mirë në një çështje. Nise. I vetëdijshëm se ti po bën mirë. Po realisht, në këtë rast, është e kundërt asaj. Doktori po vënd kundër të dhe. Doktori po punon kundër Ndoshta edhe ka që janë fuqit e njeriu tëra. Se ja përfityroj baton tani ti, sa vajte tani dhe se meshkujt pyeten. Vjetë shumë, sa vajte. Sikur ti është 80 e ca, e kupton dhe tani... Se mund të ikësh, më marrëzohesh, 80 e ca thuaj të mbajnë, unë i kam të në shpi, në tonë. Po nuk jam mirë, më mbani, kam të. Se s'dijet për që vjen të pjesa e fundit, baton, nuk dijet shumë qarë vjen. Edhe mban njeri unë, njerëzit e tjerë, familja këta, ndalojnë mentor, edhe të mbajnë, mbap të kapin aty, të mbështetin, forët gjitha. Tani, po mboshta ka dhe alë doktori në këtë rasë, ti se të pritet të rikonfirmohet në kryet Partisë Demokratike. Dhe kjo është një mënyrë për të mbajtur edhe vetët ndoshta. Po jo, mërë... 4 vite, do rritë 4 vite tjera i. Dhe kjo është. E ka bërë të qartë që do të kandidoj tani, si e mendoni këte? Se ndoshta është halë këmo dhe duhet ta bej, e kupton. Baton se ne e shikojmë, ne përpikemi ta shikojmë në këtë. Më shkruan vazhdimisht Shaban Kozmaj, fatkeqësitë është shofsh në studio. Do më thënë edhe ty, edhe në të tjerë, Qa të bëjmë, thuj? Qa të bëjmë që me thojmë të vërtetën? Shabani piklohet shumë nga gjithë kjo. Po, qa të bëjmë Shaban? Njeri mirë, po shkruan. Shaban je njeri mirë, po unë po të thëmë të vërtetën. Tani, si me nështë, do të zhitet kryetarë, edhe do t'i thot atë gjithi mbushet në ne flamurit e të gjithë. Du ta mundi Saljanin. Marë gjokë marka e të gjithë këtu e ty, mbushet me ndjatë gjithë tyre, Opozita edhe do të bëj këte, bëhet revolucioni aty dhe mbaron pase. Opozita mund bëhet dhe qesharake dhe mund të kryet dhe apsira për meme, sa të duhesh. Problemi që kemi ne sot, dhe gjithë shumë mathë është që po zbulojmë në përmjet spakut kryesisht, edhe në përmjet medjave, po konfirmohen në përmjet spakut, korupcion të nivelit më të pabesushëm. Qeverisemi nga një qeveri që nuk ka asë një kufi, nuk e një kufiri fare, nuk një limite korupcioni. Dhe pastaj nga një opozit që nuk njëtë fare, me gjithë të gjera. Dakor, kjo është problemi që kemi, dhe duhet pa tjetër të bendojmë, ore si të abim se qeveria një në ratë parë. Si betën ju tani, që ndodhë se së vazhdimisht e bëjmë këtë pyetje këtu, dhe pyesim veten dhe përgjigjemi po vetë dhe s'kemi asnjë përgjigje. Se dhe politikajt që të resim, tela nuk është se ne japin në përgjigje. Prandaj njerëzit duhet dalin, ndoshta jo në datën e PD-s, po dalin në një datë tjetër, ja se lapajt. Po dalin, si mund të durojmë, si mund të njeriu të pranoj këtë që po i ndodh, këtë që po e sheh vetë. Po e pranon. A e theti tani Që i blen 10 milion euro çokoladë. Trafiket to, baj një pjesë, trafiket e lekë të akshin, bjen çokoladë. Pjesa tjetër, kush bektash? Lekë të akshin të? Lekë të akshin. Ka dhe do të si do i pastrojmë do të ai blejmë çokoladë. Sa është të 2, hajde bëjmë 4. Ore këto janë gjëra, nuk e di po ku ndodhin to, nuk e di ça. Nuk e di, ka. Ja ndodhin, po nuk ndodhin ka qafur. Si mund të pranojnë njerëzit to më? Pra tani nesër ju thoni që ta mbyllim këtë moment këtu, se s'kemi shtemi më këtu. Nesër, thot ju, do me thënë do mblidhen edhe aty, do bëhet ato fjalimet e gjitha, artopolandët dhe ajo ju ekranin brapa i madh, do ndizen dhe gjerat, beton, ndizen në pishtare gjera, hapen dhe pak popullata. Sistemi, duket si një opozit, një protest komode brenda sistemit, sa për të... Dhe këtu është probleme se njëzit thonë si ta bëndë sistemi të ati. Dhe këtu fillon njëzit me dojnë, ore këta që kam bashkë. E bëjnë sa për të Po i bashkojnë, e i bashkojnë. Sepse nuk bëna zi për dalë nga kjo, për të rëzuar. Dhe ja thuaj, tha Baliu, zoti Baliu, tha thuaj, tha gjithë, po a i vetë nuk eshte, shketi, dhe kishtë drejt të thoshte dhe e thotë. Okej. Në fakt ishte një gabim kjo që bëmë ne, baton nga që u rëmbyem nga këto ngjarjet brenda vendit Ballukut dhe këto, dhe gjykatës kushtetuese, po dhe mitingu që është nesër dhe ne harojmë se kjo është, ka ndodhur që në mëngjes kjo e thashit. Ka ndodhur nderuar të shikues një gjë e tmerrshme, që ndoshta edhe të përmasak sigurisht nuk pritej.
Prokuroria ka kërkuar 45 vjetë burg për arshim Thaçin dhe 3 të tjerët, 180 gjithsej. 180 Për 4 vetë. për 4 shqiptarët dhe agresori, si që dini të gjithë, që ka bërë genocidin e madh në Kosovë, duke sikur tani është viktima, dhe viktima që është Kosova, që e ngri genocidin dhe gjithë shka, duhet të paguaj, atë i duhet të paguan të tjetër kush. Që është kjo vatan të rej? 184 bura këtu. Burgimi përjetshëm praktikisht, ai që kërkohet. I përjetshëm se tani njeriu nuk jeton në 300 vjet. Pra, është një gjë, çfarë është kjo vatan? Dhe ky është perëndimi. Si njohim ne. Ç'është kjo ngjarje tani? Kjo kërkesë, se ngjarjen e dinim, edhe e krijuar në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, e ndërtuar në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, por dhe pak ja kemi bërë vetes baton. E këtu të qëndrohet. Duhet të ndalojmë pak dhe këtu, sepse Ja kemi bërë është si t'ja futësh vetes. Të ndërtosh një qoftë edhe sikur ta ndërton të tjetri, po kur ta ndërton tjetri, s'ke ç'i bën. Jo më e ka ndërtu vetë. Po kur e ndërton vetë, dhe tani ti e ndërton një gjë që të dënon ty 180 vjetë. Dhe atë Matanë, që ka qenë me automatik në dorë në kratë Mileshevicit, a i qesh tani. Ngushëllimi vetëm është që ka gjykat, se kjo është prokuroria. Duhet parë gjykata në qershor kur ta vendosë. Ma di është pyetja ime është kjo. Pse edhe Kadri Veseli, edhe Jakub Krasniqi, edhe Hashimi, edhe ky Rexhepi, nga 45 vjetë. Pse jo njëri 46, te 24, te 21? Është që sharak edhe të mërshme. Si e u bindë prokuroria që këta meritojnë të njëjtën masë dënimi se kanë bërë të njëjtat krime? Ata janë koherent. Sepse prokuroria tha, unë nuk dënojmë në çkën, i dënojmë një nga një, si persona, nuk i dënojmë. Dhe del vendimi është uniform. Më sikur, ishë më sikur i ngritu nga krevatit e ke krijuar ka dashqeni ty. A dhe çfarë fjali kanë qenë brenda narracionit sot? Që këta e kanë nisë luftën për liri, për të pas kontrollin mbi territorin dhe pastaj nëse arrijet pavarësia për pas kontrollin mbi Kosovë. Ja kështu ka qenë narracioni për luftën për liri. Unë jam të merru se çfarë rrëfimi kam dëgju sot nga prokurorët. Do më thonë, njerëzit të cilët janë kriminel dhe vrasës që nuk kanë luftu për lirin, kanë luftu për kontrolin. Nuk kanë luftu për pavarësin, por e kanë mashtru bashkësinë ndërkombëtare që dhe ajo që është me e keqja, thot që njerëzit të cilët kanë dëshmu pro këtyre katërve, zoti Clark, Rubin, David Britaneze, tjertë mos i përmendi me emra, nuk kam pas njohëri për UÇK-n. Dhe këta, prokurorët pas kam pas njohëri, ata e në konë teren. Para mendoj e ti, narracioni ishte i të mërshëm. Unë nuk më pa, si mund të ketë, vetëm prokurorët, po të ishin në një mjedis social, për t'i dënuar njerëzit, kur nuk do t'a kishin këtë rrëfim. Fakti që ata janë të një bote tjetër, dhe nuk e qajnë fare kokën se çfarë mendon opinionin publik në Kosovë për luftën edhe për gjëra tjera, këta nuk kriminalizojnë ndonjë veprim tyre. E kriminalizojnë aktin e tyre, veprimet e tyre, ndjenjen, emocionin për liri e tjera. Krejt kjo është kriminalizu. Ky ishte narracioni i tmerrshëm. Unë nuk kisha besu kur që do të ndodhë. Edhe pse gjykimi është politik, ka fillim politik, ka arrestim politik, edhe do të ketë përfundim politik. Dhe nuk ka tjetër, edhe nuk shë tjetër. Këto e kam pas bindje që në fillim, kam pas përplasje, edhe kam thonë, nëse ne bëjmë gjykatën speciale si tillë, na nuk mund ta kundërshtojmë gjykatën speciale se po e bëjmë vetë. Le ta bënë OKB-ja. Dhe kemi një mundësi dhe arsye për ta kundërshtuar OKB-n. Kemi një mundësi të bëjmë gjithçka
që mos ta pranojmë pastaj si të tillë. As gjykimin, as kur gjë. Por gjykatën e kemi bërë vetë tash. Dhe kjo gjykat po na rënon moralisht, historikisht, edhe po na rënon në mënyrë njerëzore. Psikologikisht. Kjo është ajo që... Nëse mund të them diçka. Patjetër. Patjetër në... Kjo që po ndodh ky dënim është produkt i një gjykate speciale, një drejtësie speciale. Dhe drejtësitë speciale janë ashtu siç është vetë fjala, speciale dhe janë të rralla, nuk ndodhin gjithmonë, janë të jashtëzakonshme. Drejtësia e jashtëzakonshme është ndaluar si rregull. Bëhet vetëm në rrethana të veçanta. Në këtë kuptim edhe spaku në një farë mënyrë GKK janë drejtësi speciale, janë drejtësi e posaçme, është e veçantë që është me afat kohore gjithë tjerë. Dhe kjo gjykat ose ky sistem, se është më shumë se sa gjykat, është dhe prokurorie, gjykate e disa nivele, është dhe ombudsman e tjera, është një lloj monstrumi. Pse është monstrum? Sepse është drejtësi speciale që shkel parimet e përgjithshme të së drejtit. Për shembull, parimi i mbajtjes në paraburgim. 5 vjet janë mbajtur këta njerëz, që shkelit gjithë parimeve të së drejtës. Pra, ky është një monstrum që ka prodhuar vetë Kosova. Dhe këtu, megjithëse jam përballë batonit që ka meritat mëdha, domethënë shumë gjërat të Kosovës, po marr domun pak një merit vogël në lidhje me kundërshtimin e kësaj gjykate. Bexhet Pacolli, me të cilën unë nuk punoj më, por kam punuar dhe ka bërë diçka për cilën unë e kam shtyrë dhe për cilën unë jam krenar. Çfarë ka bërë? Në 2011, kur Dick Marty, i nxitur nga një prani e Këshillit të Evropës, që ishte më shumë me deputetë rusë, shkak se ashtu është formula e Këshillit të Evropës, kush kam shumë popullsi, kam shumë përfaqësues, kishte spanjoll, ose ata perëndimorët nuk shkonin ato punimet e tjera, i kërkoi Sali Berishës që të votonte kundër themelimit kësaj gjykate. I kërkoi që të bënte një tryezë rrumbullake të faktorit shqiptar, që s'ishte parë kurrë, pra Berisha në tryezë rrumbullake kur kishin gjithë udhëheqësit të opozitës së Shqipërisë, Edi Rama, Ali Ahmeti, Thaçi, gjithë tjerë ta kundërshtonin si komb gjykatën. Dhe t'i bënin thirrje edhe perëndimit ta refuzonin si perëndim gjykatën, sepse gjykata çfarë akuzon? Akuzon UÇK-n, që ka bërë krime, që ka shpërndar drogë, që ka financuar luftën me drogë, që ka bërë trafik organesh, dhe NATO e ka mbështetur këtë udhëheqësi kriminale. Dhe pra kërkesa e Pacolli në një letër të hapur atëherë i thoshte Berishës, tregoj një herë fuqinë si kom. Tregoj që shqiptarët ta refuzojnë, akuzoi Shqipëria, sepse nga aeroportet e Shqipërisë, nga Shtëpia e Verdhë, bëhej trafiku i organeve. Berisha tha, jo, tha, do ta votojmë, tha, se ne s'kemi gjetë çat fshejmë, tha. Kështu që duhet bëhet drejtësia. E para, e dyta, çfarë kërkoi tjetër zoti Pacolli? Zoti Pacolli kërkoi Thaçit ta padisim Dick Martin si shpifës. Se kjo është shpifje. Dhe ka përdorur një argument të spitalit ushtarak Beogradit, i cili thoshte, nuk mund bëhet trafik veshkash në kushtet e Shqipërisë nga Shtëpia e Verdhë. Ishte një mjek specialist. Kjo ishte kërkesa e dytë. Kërkesa e tretë e tij, e cila nuk u morë seriozisht edhe nga mendimi jon analitik, ishte se Kosova ka faj edhe për një arsye tjetër. Kosova vetë nga 99-a e këtej dhe Bashkia Ndërkombëtare nuk i hetoi seriozisht krimet e luftës. U vendose u leksi, mbas përfundimit asaj fazës së pavarësisë mbikëqyrë, por nuk ju dha mandat që të hetonte këto krime. Pra, shiko, se ne vetë nuk i ndjekim dot krime, ajo gjykata e Jugosllavisë kishte mandatin të kufizuar, ne vetë nuk i ndjekim dot, se shqiptarët nuk ndjekin dot shqiptarët, po atëherë le të vazhdojnë të huajt, ama gjykata ta zhvillojë përmbajtërinë vetë në territorin e Kosovës. Pra këto ishin 3 propozimet e tij. U hodhën poshtë. As nuk u padit Dick Marty, mund të paditej në Zvicër, as nuk u refuzua kjo rezoluta e Këshillit të Evropës, dhe as nuk u kërkua perëndimet që t'i dhe poshtë, sepse duhet mbajt diçka tjetër parasysh, nga pikpamja juridike. Këshilli i Evropës nuk miraton asgjë detyruese. Kosova i bëri me duart e veta gjithçka që Po bërë me duart e veta. Dhe Më në fund e mbyll me këtë, Kosova jo vetëm që
ja punoj vetes këtë si dëshmi e Është një vetvrasje. 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 Eufori. Dëshmi e papikurisë përgjithshme që ka elita, klasa politike e gjithë tjerët, po këtu është faji dhe i Shqipërisë politike, për i të vërtetës, i Berishës, duhet ta parashikon. Ka qenë gjithmonë e përgjithshme. Por ç'a ndodhi diçka tjetër që për ta Se këta më të përgjithshëm se ne kanë qenë me thënë drejtën. Po, por ama Por këtu kanë bërë eufori e sipër. Shikoj, sot gjykata kosovare për krimet e luftës ka vetëm 30 vet. E thonë me zorë heton 2 a 3 vet gjithë vitin. Pra, edhe vetë këta se krimi nuk ka etni, krimi mund të hetohesh edhe kriminal shqiptar dhe kriminal serb. Po 2 a 3 vet heton gjithë vitin. E kupton që nga 99 e këtej sa mund të jenë dënuar, batoni dimër. Po dhe diçka tjetër që krahas kësaj vetvrasje, Kosova ka hyrë në një proces dialogu. Dhe krejt ndryshe nga Kroacia, që kur e dorëzoi njerin, Ante Gotovina, që ishte komandant, ai ishte ushtarak, nuk ishte udhëheqës. Ushtarak. E quajti si koncesionin më të madh që bën e njerë, tha, këta i japin me, tha, nuk japin asnjë tjetër. Kosova i dha gjithë udhëheqjen e vet politike, shtetërore, udhëheqjen e opozitës dhe nuk mori asgjë. Sa asnjë kompensim. Fal, dhe zoti Dhe ja dha kot, Dhe zoti Kurti nuk e ka përmendur asnjëherë këtë koncesion të madh që ka për Kosova. Se ky është aset, ky është monedhë këmbimi. Kur unë vetë negocioj me Serbinë, i them, zoti ç'a do më shumë se unë. Ti kam dhënë gjithë dhe nuk e ka përmendur këtë madje. Po shikoni ju, kur ka ardhur Kurti në fillim pushtet, mbani mend që thoshte Ballkani ka kriminal lufte, ka dhe kriminal oligark. Kush ishin kriminalët e luftës? Kriminalët e luftës një pjesë ishin dënuar me gjykatën e Kosovës. Pra, kjo vepra e madhe vetvrasë, për i vërtetës ai refuzoi. Ai nuk e ka votuar krijimin e kësaj gjykate në parlament, duhet me dhënë meritë. Në fakt nuk e votoi. Kurti nuk e votoi. Kjo është, to janë konturet e kësaj vepre vetvrase, në cilën një njeri si Pacolli, i cili e kishte Dhe shumë gjëra tjera që po bën me ndërkombëtarët. Po, Dick Martin e kishte Që meritojnë t'ju kthesh shpinën për shumë gjëra. Dick Martin e kishte në Lugano. Dick Martin ishte prokuror zviceran që donte vizibilitet ndërkombëtar, u ndihmua nga rusët. Në fund desh e vran dhe serbët i thoshin që e vran kosovarët. Kështu vdiqej. Për pak desh e vran serbët, shërbimet serbe. Se donin që t'i atribuonin kosovarëve. Dhe çfarë ndodhi më në fund? Është edhe diçka tjetër. Që Shqipëria, kur ranë këto akuzat për trafik organesh, Rama dolin në Këshillit të Evropës e tha hiqeni, tha miratoni rezolut, ta shbëni atë rezolut. As kjo nuk kaloi. Dhe kjo gjykat, këto prokuror, të shikojmë fakt gjykatën se çfarë qëndrimi do mbaj, në fakt po mban të njëjtin konstrukt të raportit të Dick Martin. Çfarë? Dhe gjykata. Jo, tani prokuroria, se këto 45 vjet, çfarë do të thonë 45 vjet? 45 vjet është do të thonë që ata kanë grup strukturuar, që quhet ndërmarrje përbashkët kriminale. Edhe Dick Martin këtë thoshte që UÇK ishte ndërmarrje përbashkët kriminale. Pra kjo ka ndodhur. Kjo është arsye pse ata kanë njëjtin numër vitesh, 45 të gjithë. Pra janë pjesë e një grupi strukturuar kriminal. Si ai që ishte, pra pranojnë që shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, këta ishin anëtarët e shtabit të përgjithshëm, edhe nëse s'kan bërë krime të gjithë, ama kanë ditur, kanë mundur të parandalojnë krimet dhe... Dhe kur thua pastaj unë nuk po gjykoj UÇK-n. Dhe gjykon të gjithë me 45 vjet. Ky është leximi që bëj unë dhe duhet mbajtur mend për të thënë ç'është Cezarit. Qofse atëherë do të ishte reaguar ndryshe, Berisha kishte autoritetat, ishte 100 vjetor i pavarësisë, nëse mbaj mend. Po, më kujtë. Dhe Berisha mund ta bënte atë për t'i friksuar. Nuk kishte kartolin të shqiptarëve, të udhëheqësve shqiptar rreth Berishës, rreth Shqipërisë, që të thoshte ne refuzojmë të. Dhe ja ku arritëm 15 vjet më pas. Po cilat qarqe kanë ndikuar më shumë përveç se kaq fuqi dhe autoritet një prokurori? Unë mendoj që na nuk duhet ta shefim Amerikan. Amerikanët e kanë vërtetuar. Edhe Amerikan. Edhe ata. Do të thonë, ky është një kompromis në mes të se tash nuk duhet ta themi këtë, por ky është një kompromis që atëherë amerikanët e kanë bërë me presionin që bënte Rusia për Kosovën. Se Kosova është bën një farë presedani i ndërkombëtar për shkak të intervenimit. Dhe bëshin koncesione të pafundme Rusisë në të gjitha proceset.
Dhe OKB-ja kur e ka sjell një letër në vitin 2012 për ngritjen e një gjykate speciale, na kemi ditë që një gjykatë speciale, unë personalisht kam qenë i bindur se një gjykatë speciale kur bëhet, nuk bëhet për njerëz të cilët janë periferia atje komandant. Ata bëhen vetëm për udhëhecit. Dhe në 2017, në shkurt 2 vitit 2017, në Tiranë kemi mësuar nga njerëz amerikanë që këta njerëz do shkojnë burg. Dhe ylli, tash me qenë se jemi këtu, unë kam qenë organizator i asaj hallakame të madhe që me binë Parlamentin e Kosovës me prish gjykatën speciale. 2011 ç'a bëre ato? Se tani kjo Jo, pjesa me kallafaqimi 2018 dhjetor. 8 vjet pas, Po çfarë thanë ti kurse që duhet prishje? Unë jam kom pasoja për të cilat nuk duhet të flas. Por në 2018 erdhëm deri në moment që e analizuam se të gjithë ambasadorët shkojnë me Pati ta shfuqizonte, të votonte parlamentin pushimet me dimërore. shfuqizimin e saj. Batoni që mbrava. Çfarë ndodhi? Për Kërshëndella asnjë prej ambasadorëve, kur e kuptuan këtë, asnjë prej ambasadorëve nuk shkojnë në pushime me familje si zakonisht shkojnë. Unë dalën aty dhe e bllokuan parlamentin dhe njëri prej këtyre nuk kishte guximin ta çojë deri në fund dhe u dorëzua. Po, pritet që vendimi i gjykatës të jetë i njëjtë tani se me që janë brenda të dy palët, E kupton? është si spaku me gjykatën këtu që kem... Nuk besoj se do të njëjtë. Vetëm nëse lirohen këta, arsyetohet gjithçka në kuptimin politik dhe historik. Janë harxhu 3 miliardë euro, thot Batoni, nuk e di janë 3 miliardë. 3 miliardë janë harxhu 3 miliardë euro për çfarë? për gjykatën. gjykimin e kësaj gjykate. Bashkimi Evropian i ka dhënë 3 miliardë euro për këtë. Gjykatësi që ka formuluar akuzën Ti është nuk po tallesh tani. Fal. 3 miliardë i kanë. Jo, në këto 15 vjet, janë 15 vjet më shumë, sa Jo, ka një kohë gjatë. njeriu që e ka formuluar akuzën e fundit, është njeriu që ka bërë akuzën për Trumpin. Jack Smith. Jack Smith, Që ndoshta mund të kemi edhe i përfshi amerikane, është duhet pritur. Çfarë do ndodhi? Smethi prokuror që pranoi që ka lidhje politike dhe problemi është tek prokurori është ai, por gjykatësit nuk besoj se do marrin guximin të bëjnë të budalli kaq madh. Kjo është Ky maksimalizim Ata ka kërkuar shumë që të mos ulet. ma thuj, mos ulet shumë. ky maksimalizim. Kaq sa kanë ata, s'ka gjykat në botë. Po që kemi kërkuar 45 vjet. Mund bien gjitha akuzat. Në venken e lexova që është eksperte e gjykimeve edhe procedurave në Hag, po thot Tihomir Vllačić e ka pas të njëjtën kërkesë të prokurorisë në 45 vite dhe është dënuar me 9 vite. Dhe ka qëndruar 9 vite dhe është liruar më njëherë për arsye se kaq ka zgjat procesi. Në 5 vite para burgimit dalin ata, po do në 9 vite. Ja llogarisin dy fish ndoshta. Edhe fishet. Të para burgimit mund ja llogarisin ndoshta. 1.5. Llogaritet para burgimit. Dy fish. Jo, llogarisin dy Me 9 fish. vite dalin, të paktën kjo është e tmerrshme si edhe psikologjikisht. Kjo është Goditje e rëndë për Kosovën në këtë moment. kjo është tragjike. Por kjo është Tragjikomike. Nëse kemi një gjë tragjikomike, De facto nëse është danohen pikërisht këta, kjo. kush do mundet me thonë që jo, lufta jonë ka qenë kriminale. Dhe historikisht e pa qëndrueshme. Kjo është Problemi është kjo. Vendimi është me bë edhe një uçë këtë tjetër, në momentin kur merret vendimi, se sa një që këtë tjetër që t'ju vesh tyre me pushka tjetër e koka. Smithit dhe të gjithë. Tani, kur është gjyqi? gjyqi përfundoi. mbrojtja. Vendimi i gjykatës do të Vendimi i gjykatës. 2 muaj, 3 muaj qershor duhet ta marrin. Vendimi. Ata marrin mendim. Edhe më shpejt për qershor. Në fakt, për ta bërë të plot këtë pamjen e vetvrasjes, ishte 125 dëshmitarë shqiptarë. Dakor? Për Miloševićin nuk ishte dëshmitar serb, ishte shumë pak. Kurse për këta Kundër këtyre 125 dëshmitarë shqiptarë. Pavarësisht. Dhe një pjesë të narrativës kundër këtyre, Po ne veti bëjmë. më fal, një pjesë të narrativës e ka përdorur dhe partia përballë tyre, domethënë, kështu që nuk është që janë shpikur akuzat kështu krejt në boshllëk, e kupton? Ne do ta rikthejmë këtë temë sigurisht.
Me gjerë më dhe Po më duket nesër është mbrojtja Jo, vazhdon, është e viktimave. e viktimave, edhe pastaj është Thaçi me Kadri Veselin e këta, pastaj është Avokatët e tyre, se këta nga 20 minuta ko kanë për du avokatët. të përfundoj mbrenda kësaj jave, du të përfundoj e gjitha. Nderuar të rishikues, ka që ishte emisioni për mbrëmjen e sotme, me disa tematika më morëm. Do shta e fundit më e rëndësishme, që të regon edhe një gjë shumë të rëndësishme që ne shpesh vetvrasjen e kemi si opsion të rëndësishëm tonin, është një krim i kryer kundër vetes, rasti po dhe një përbindër që na shfaqet përballë, cili viktimën e kthen në kriminal dhe agresorin dhe njerëzit që kanë kryer genocidin i kthen në viktim. Kjo është qesharake, është më shumë se qesharake, është tragjikomike. Faleminderit që na ndoqët deri në këtë orë të vonë, faleminderit nderuar kolegë. Do të shihemi ditën e njëjtë. Natën e mirë.